Medresen Isabeu u bë kuventi konstituiv i shoqatës humanitare El Hilal Hana e Re, kuadër të Bashkisë Islame, dhe atëherë morëm pjesë në atë kuvent, u propozova si antar i kryesisë, ashtu 3-4 vite në radhë kemi qenë në kryesi, dhe gjatë asaj periudhe organizonëm mbledhje të ndryshme, dhe kur shpërthej lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë vitin 1992, filluan të vinë refugjat nga Bosnja, dhe atëherë në kuadër të shoqatës El Hilal, i strahanim nëpër shtëpitë e humanistëve të asaj kohe, kështu që ka luajtur rol të rëndësishëm gjatë asaj periudhe nga viti 92 deri vitin 95, kur përfundoi lufta në Bosnjë. Njëjtin rol ka luajtur shoqata El Hilal edhe gjatë refugjatëve të vitit 1999 që erdhën nga Kosova. Atëherë numri ishte më i madh, dhe kështu që edhe ushqimi, edhe veshmbathja, edhe strehimi, një përqindje e madhe të tyre i strehonim me anë të aktiviteteve të shoqatës Ana e Re.